siç e thënë, numri smundjet më shumë që ne i trajtojmë është smundjet e kancerit të gjirit, që faktikisht është një smundje që faktikisht në kohët e fundit e quhet smundja e shekullit, dhe nëse ta qysh start ju them se numri nëse bëjmë krahasimin e vitit kaluar me këtë vit, numri është më i madh se sa i vitin e kaluar. Domethënë për periudhë të gjashme që keni qenë vitin e kaluar dhe këtë vitin e kaluar kemi pas 55 raste që kemi kaluar me kancer të gjirit, që kemi operuar me kancer të gjirit, ndërsa këtë vit është numri 73 raste. Domethënë është diku rreth 15 raste më shumë se sa vitin e kaluar, ose edhe 15 raste. Unë ju them me përgjegjësi plot se ekziston një staf shumë i mrekullueshëm dhe mjaft i përgatitur për trajtimin e smundjeve të tilla, po gjithashtu edhe teknikat të cilat ne jemi duke zbatuar, jemi në trend, nuk po them që jemi me ato që kanë edhe shtetet këtë perëndime, po jemi në trend me kohën, jemi edhe faktikisht edhe mundohemi të jemi në trend me kohën që i trajtohet si trajtohet edhe në vendet e tjera. Ju përmendët metodën Sentinel, metoda Sentinel nuk zbatohet në shumë vende të ballkonit, tek neve zbatohet edhe kemi filluar vitin e kaluar dhe është tu ka aplikuar me shumë sukses. Ka qenë diku rreth 73 raste, edhe kjo e mira e kësaj është se këto 73 raste që kanë qenë trajtuar vitin e kaluar shkon në kuadrat e smundjeve të kancerit të gjirit që shkon me kursim të gjirit. Që do të thonë se këto raste kanceri është largu kuadrant, është bë kuadrant ose është heq një pjesë e gjirit, por nuk ka qenë e nevojshme që të heqet komplet gjiri. Kjo do të thotë që ka qenë edhe rësi, edhe është diçka e mirë edhe për popullatën, po sidomos për pacientët që bojnë prej smundjeve të kancerit të gjirit. Lista e pritjes ekziston çdo ku në botë, edhe tek ne kemi një listë pritjes, por lista e pritjes është jashtëzakonisht e vogël, është diku rreth 3 javë që pacientët në momentin që diagnostifikohen deri në momentin kur realizohet intervenimi kirurgjik është rreth 3 javë, që është e mjaftueshme për pacientin që të përgatitet edhe me analizat e tjera që janë të nevojshme, siç janë scintigrafia apo edhe analizat e tjera që janë të domosdoshme për intervenim kirurgjik. Normalisht në këtë fazë ta pacientë përgatiten edhe nga ana e pulmologët, edhe nga ana e kardiologët, sepse është e nevojshme që para intervenimit kirurgjik të kemi edhe konsultat e këtyre mjekëve. Megjithatë po ju them se në vendet e tjera, shtetet e perëndimit ekziston lista, unë mendoj që është shumë më gjatë se sa tek neve. Po ne kemi listë pritjes, po kemi listë pritjes më shumë për ato pacientët që të cilët të vujnë për smundjeve të tumorëve të gjirit që nuk janë urgjente, përndryshe kanceri tek neve trajtohet faktikisht me shumë dignitet. Jo, në stafi për kirurgji torakale aktualisht ne kemi 12 kirurg edhe kemi 3 të cilët janë në pritje për punësim, që shpresojmë që ata shumë shpejt do të përshkatiten klinikës tonë. Përndryshe me këto 15 vjet sa ime është e mjaftueshme që klinika të përballojë me sukses çdo ndërhyrje apo edhe punën tjetër të përditshme që e bëjmë në klinikën tonë.